Unë e vi nga Zvicra. Atë që? Ajo më varet prej fëmijëve të mi. Unë e respektoj shumë ndryshimin e tyre. Edhe ata vendosin për jetën e tyre edhe për çdo sa muj me ju ndihmu apo me qenë si non që muj mi këshillu, mirë po unë nuk ndikoj në atë aspekt. Impononi fëmijët. Patjetër me qenë shqiptare nëse jeton në vend tuaj. Jo, nuk duhet. Kur unë në atë moment kena vendosur me shku me jetu me një shtet, ku jo në krejt Zvicran, ti s'mush me thanë gjithsesi duhet me qenë ajo, është dëshirë. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, shumë bukur. Ka po na vini? Unë e vi nga Zvicra. Nga Zvicra, cilit vend Zvicër? Është kantoni Zürihit, nga tu shtet një kanton i vogël Menhaldorf. Shumë i mirë, si do qofë Zvicra, çdo vend e ka të mirë. Po, është i bukur, po, shumë. Sa vite jeton në Zvicër? Që 25 vite. 25 vite. Po, Jetoni me familje atje? me familje, po. Si është jeta në Zvicër për ty? Si ka qenë të 25 vite? Po, e mirë, në përgjithësi e mirë ka qenë, fillim ka qenë pak me vështërsina, jo aq të po me vështërsina shumë të ndaja, mirë po, ndrimi i jetës, ambienti, gjithçka ka qenë pak ma tjetër, po tash jam ambientuar shumë mirë. Është një vend i dytë si Kosova që ndihesh rahat? Po, është. Tash ndina si kun shtipin teme edhe atje, ndina shumë mirë. Me të pyet për Kosovë, a i kishe tu ma shumë në Kosovë gjëjtë ma mirë, apo atje? Kjo është shumë një pyetje delikate. Është shumë vështirë se kjo është vendi im ku jam rrit, e kom shoqnin, e kom fëmërin, e kom rinin këtu ku e kom përjetu. E atje e kom normal tash ti. Fëmijët janë lindjen rrit atje, burri është i Kosovës, mirë po edhe ai është 45 vite atje, edhe ai është ambientu shumë mirë atje, mirë po une apet ma mirë ndi vetën këto. Çka e ndirë ma mirë? Se di, ndjenjat e mia janë shumë, qysh mu shprej, s'po di qysh mu shprej, e ndi vetën hala sikur në shtëpinë time. Po. Asa e mi pritja që shu kanë prit ma herët në Kosovë, ja u presin prap një jetë kështu? Po edhe jo. Disa persona po, disa persona jo, mbarët a mirë po kjo nuk më len për shtypje mu. Unë e vi mu knash, unë knashna për vetën teme, edhe gjej vetën teme çdo kon shumë bukur, edhe shumë mirë. Pse ka të shumë raport me diasporën? Nuk është si ka qenë ma herët? Nuk e di, unë faktikisht nuk e di çaq shumë atë ndryshimin. Ka ndryshu krejt. Ka ndryshu gjithçka. Nuk është si përpara, si para luftës, si mas luftës. S'është vetëm raporti me diasporën, raporti në përgjithësi. Te njerëzit ka ndryshu. Është në përgjithësi. Këta të afërmit e mi shumë mirë në presën shumë në lumtur jom që i kam. Po, disa se ne ka ndryshu, po mendoj që është normal. Qa përshë ndryshim diçka? Ka ndryshu për shkak? Po, qysh mu shprej s'po di, pak, jom bo njerëz pak ma të ftoftë se përpara. Pak, unë mendoj që pak, duhet sa do qoftë me qenë pak ma të lidhun, se qaja bën njerin ma të ndishëm. E bon kur je afërt me dikon, kur jep dashuri, se dashuria është pa pare, jep respekt, që ato mendoj që është shumë e rëndësi. A do me të pyet, djem ti? Një djallë një vajzë. A ki të marton? Jo s'jo, 24 vjeqar, 22 vjeqar. Hala ke bo vjera? Jo, hala s'ju bo. A të shërë më bo vjerë shpet? Ajo më varet prej fëmijëve të mi. Unë e respektoj shumë ndryshimin e tyre, edhe ata vendosin për jetën e tyre edhe për çdo sen që është, unë muj me ju ndihmu, apo me qenë si non që muj mi këshillu, mirë po unë nuk ndikoj në atë aspekt. A kështë pas dëshirë, pa tjetër më konë shqiptare, nusja e djallit? Jo gjithçesi, s'do me thonë. Kur unë në atë moment kena vendosur me shku me jetu me një shtet, ku jo në krejt Zvicran, ti s'mush me thonë gjithsesi duhet me qenë ajo, është dëshirë, mirë po nuk mundesh me vendos edhe me thonë unë e du qëto. Fati njerit është fati njerit. A do nga impononi fëmijët? Pa tjetër me qenë shqiptare nëse jeton në vend tuaj? Jo, nuk duhet. Nuk duhet. Ti mundesh me thonë ndoshta që ty të pëlqen, mirë po nuk duhesh me ja imponu asesi. Nuk mundesh edhe nuk duhesh. Pse disa familje nëse ka marrë tuje Zvitrane ose Gjermane, do të thonë në cilëtet tjetër është këtë ndryshe, te familja ose te rrethi e presin ndryshat. Nuk e di, unë nuk jam për ati mentalitetin, nuk e kuptoj, si. Unë jam tjetër mentalitet, unë mendoj që njeri duhet me akceptu dashurin që e kanë edhe është më rëndësi ata me qenë të lumtur, jo une. A është jeta e tyne, nuk është jeta jeme. A
Do të qenë pengesë raporti fëmijë prind nganjëherë mja imponu. Si e sheh? Është pengesë. Është pengesë dhe është masanina raporti në familje mundet edhe mu prish. A unë mendoj që nuk duhet me qenë pengesë, nuk duhet me ndiku prindi qatë shumë, se ti nuk mundesh në fundit dhe me vendosë për fatin e fëmijës, nëse unë e thomë Zoti e ka shkruajtur se asnjë sen nuk është rastishme në këtë botë, ti nuk mush me qenë më i mëshëm se Zoti dhe me vendosë ti për atë punë. Nëse është e vendosën edhe është diçka që duhet mu kon ata dhe ata duhen ja u çon Zotin një dashuri, s'dush me qenë kundër. Unë ashtu besoj. Tash është mendimi jam personal. Çfarë kam mësuar ky rrugtim i kurbetit 25 vite, sa jeni atje? Çfarë kam mësuar? Unë mendoj që duhet njëri më qenë më i dashur, më i ndihshëm, me pas më shumë respekt në jetë, edhe mos me menu shumë shkurt se jeta është shumë e shkurt, mirë po njëri duhet me dhanë më të mirën në një jetë, edhe me mësu shumë në një jetë, se njëri evolon. Unë mendoj që gjithmonë njëri duhet me mësu më shumë në një jetë. Edhe duhet pe qasana me reflektu dhe me pa për çfarë su jena në këtë botë dhe çka duhet me bu diçka të mirë edhe me lanë diçka të mirë, sot do të qoftë ma e vogla me qenë diçka e mirë, me lanë mirë edhe kur shkojmë në atë botë tjetër me na përmend për të mirë, po menoj. Çashtu menoj unë. E që rap fjala në botën tjetër, sa besonin besimin ton, Islam? Unë e besoj. Zot. Besoj se kjo energji që i kena tash, prej dikujt ka ardhur dhe apet ku më kthy dikun. Edhe besoj shumë. Ramazanit, sa bën lutje? Shpeshta. Lutje, unë faktikisht bëj çdo natë lutje. Nuk e bëj vetëm Ramazan, ose vetëm se është Ramazani. Unë lut për shëndetin që ma ka falë Zoti, që ma ka falë një familje shumë të shëndetshme, shumë të lumtur, për çdo sen që ekziston edhe që është rreth vetës, Zoti ato e ka falë dhe jena shumë të lumtur. Për gjithçka, unë jam shumë e falendërueshme edhe shumë e lumtur. Çfarë interviste kanë shpesh shijova. Besa kam dëgjuar shumë histori, po kjo e jotja ka diçka për të dëshiruar shumë. Faleminderit. Uroj më të mirat, faleminderit shumë, kënaqur Çdo të mirë, faleminderit.